Mos e zemro atë që e ke më të shtrenjtë. E zemroi nanën e vet dhe i thoshte vetes: nesër do të sillem mirë me ta. Mirëpo ajo ndroi jetë para se të vijë e nesërmja dhe mbeti dhembje e pikëllimin e gjoksin e tij. Doli nga shtëpia, pasi që e zemroi gruan, edhe pse një fjalë dhe përqafim do të ishte mjaftueshme që të shkrihet kjo pengesë mes tyre. E mbylli derën e hirijes me fuqi dhe doli shpejt, që tu bashkangjitet shokëve, duke e lënë pas vete prindin, i cili dhe përkundër asaj se e la të vetëm, mërzitej për të se ku do të shkojë dhe çfarë do t'i ndodhte, edhe në momentet e kulmit të dëfrimit të tij dhe angazhimit me shok, i informuan duke i thënë: Allahu e mëshiroft prindin tënd, ndëroi jetë. Prindi i ndëroi jetë i ri, kurse ai shumë vonë u zgjua nga gjumi. Këshill për mua edhe ju, edhe për të gjithë ata që kanë zemër dhe ndërgjegje.